Bravo, bukur. Atëre. Yje. Jo pa gjëllim të lash në fund do t'i Gentian Zenelaj, gazetën Telegraf. Palma thotë e rrugës Tiranë Durrës do të shkulen pas zgjedhjeve. As nuk e vija ndyshim. As nuk e vija ndyshim. Thotë, kodi rrugor shqiptar, BE dhe rregulloria e transportit ndërkombëtar konsideron shkelje të standardeve të sigurisë. Ndaj në kurrik pas zgjedhjeve do të shkulen... Alto, brutto e cattivo. Qake, ha, foli. Kemi 4 muaj që e themi që nuk... Një sekund, ke 4 muaj që gjithë thua. Ma le, të gjithë qafaqë ishe se duat të diçka interesante. Faqe 6. Sa i malë që qënka. Dhe një se shtotë, janë në blerë 53.000 euro si pas dokumenteve shumë të sakta. Dhe u faturuan vetëm 737.000 euro. Një sekund të lutem se jam një fan si palmave. Të lexoj pak modelet e palmave që kemi ne në rrugë. Lexoj. Sapal Palmetto Cabbage. Hajde. Çmimi $319. Lere, emra dua vetëm. Po, Filifera California. Është kjo zona e Mzezit është mbjell e gjitha me Filifera California. Në $799 një. Bravo. Ponix Canareriensis. Urdo? Jo, më falë që ka Ponix. Ponix Canareriensis. Bukur. $599. Kaptentantaria Acuminata. Është palë, është kjo ana jon. Nga agoni. Që ja ka pagoni, po. Antonidia Merhili Christmas. Është pjesa në Matan, po. Te kryqëzimi i Rinazit. Edhe Washingtonia Robusta. Është kjo ke kryqëzimi Kasharit, qava Kasharit. To janë palma që të shikoni ju. Do bëhet kopsh botanik me to palma. Do vi botat të shikoj. Pra, me gjithë këtë gjë emisioni one ka denoncuar 4 muaj para ta kolegu. Dëgjoj se sot eksperti rrugor, ta rrugujtoj, kështu rrugujtojmë. Duke pasur parasysh klasifikimin e këtij segmenti rrugor, që është një rrugë interurbane kryesore, dhe në rast se do bësh mbyllje e saj, ajo mund kalonte edhe në autostradë, ne shohim këtu një mendim tjetër të entit të kësaj rruge, të cilët kërkojnë të rrisin performancën e saj në konceptin e pamjes dhe jo të sigurisë rrugore, sepse shikojnë përsëri mbjelljen e pemëve, të cilët janë shumë më afër kufirit rrugor, ndërkohë që rregulloria në zbatim të kodit rrugor VKM 153 vitit 2000 e ka përcaktuar në mënyrë taksative në 25 edhe pika 7 ku thuhet mbjellja e pemëve duhet të jetë jo më pak se 6 metrë nga kufiri i fundit rrugor, që është fundi bankinës, ose sa duhet të jetë gjatë lartësia maksimale tyre në kulmin e vegjetacionit. Shohim që nuk është zbatuar kjo rregullore në zbatim të kodit rrugor, atëherë duke qenë shumë pranë një humbje e kontrollit të drejtimit të mjetit, përplasja me këto pemë do të sillte rritjen e potencialit rrezikut. Bukur, dhe për këtë arsye që thot ekspertët se luan topi. Do ta një Washingtonia Robusta, një palmë që është buat. Jo. Sepse ç'ndodh kolegi dashur dhe ju drejtues ato mjetësh. Nga që rruga nuk ka standarde sigurie fare, sepse mund të jesh me shpejtësi dhe përplasësh me palmat nga 60 km/h që ka qenë shpejtësia limituar, e kanë kaluar në 30 tashmë. Në 30 km/h. Jo, dikur në kohën e Berisht ishte 90. 90, po. Shpejt me shku në Europë, shpejt. Ke uli 60. Tash e ka bë 30. Unë them boje për bicikleta dhe për patina. Je që je. Okej. Pra, sepse po t'jesh me shpejtësi dhe largës zot përplasësh me ato palma. Jo, ato palma. Washingtonia Robusta që do thotë e forta Washingtonit. Të thy palma kamionin. Natën e mirë miru pafshim. Nesër mbrëma? Nuk ju vjen që do mi hiqni ato palma. Vajza, hajde se është momenti juaj, më duket. Do heqin palma sa shkeme të. Do malini rrugën e Rinasit pa palma? Ma do i mbjedhim një vend tjetër që në ka? Do i shkullin apo do i tjekin për pizza? Do i shkullin. Do i veni një vend tjetër. Okej, jam so happy. Flonza!